Ai që e ka frikë Allahun, çdo gjë, Allahu ka me qelu dhe ka me hap rrugë i madhe Zot te bareke ve teala. Nga njëherë duket ty se po mbyllet rruga gjatë rrugtimit, të mbyll. Ani, mundohem andej, mundohem këndej, mundohem presëm pak, hapet nisëm, nuk e don, kthehem. Dhe ndjekum një rrugë tjetër. Jeta është e tillë. Jo çdo veprim, jo çdo punë, të cilën e fillojmë dhe kemi plan dhe jemi të përkushtuar madje, ta përfundojmë, jo çdo punë mund ta përfundojmë. Sepse s'përfundon. Sepse nuk do Zoti. Sepse se ka shkruar Zoti. E pse nuk do Zoti? E pse nuk e ka shkruar Zoti? Nuk e di. Nuk e di atë. Sepse brenda urtësisë së Zotit. Për ata tani çka bojnë në muslimanët? Çka thon Allah fe idha zamta fatawakkal ala Allah. Nëse vendos diçka, i merr masat këtë vendos, pështet e Zotit ec. Nisja. Por nuk të dole ashtu si mendove. Dole këtë ndryshe. Ti masat e ke marrë. Zotit ju ke pështet. Tawakkul. Sebebet i ke marrë krejt. Rezultatet krejt kundër atyne që ti ke bo plan. Që i bje kja? Kjo i bje se Zotit nuk deshti. Pësum desfat, o dëmtum, o hargjum, o shpenzum, ma gjithë në lufta. Kjo dhe për lufta, në beteja. Deri tek përpjekjet individuale që i bënë robi. Regulli për gjithshëm, mrena ligjeve të Zotit, sepse të ligjet të Zotit janë të Zotit në këntuat. Janë tina. Ti jetën, punon, vepron mrena ligjeve ti. Të kërkon ndihmën e tina. Të shpreh dobësin, varfërin tënde, i varfën jeti. Nevojën e domosdoshme dhe të përhershme për ndihmën e tina. Po që se nuk të dole qyshe prite, thua Zot, na deshëm diçka, por ti nuk deshte. Qka deshte ti o bo dhe na pajtu me kaderin të. Tamam, e marrëm kjerën, e bëjmë servisin, e rregullojmë, ku ta dion, dhe nisëm bashkaresh ku, ndash në Qabe, ndash në Stamboll, ndash në Durrës, ndash në Shqipëni. I mërëm se bepet krejt. Pa prit, i kalum 100, 200, 500, o presh, 5 kilometra, o presh kjerë. O presh. Ndodhi pengesë në rrugë, ndodhi pengesë ku fe dikon atje, dëshun diçka, na këthyn. Themi o Zoti ju, se pas ka shkru me shku.